Zotin Berisha që sot na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij. Mirëdita dhe një përshëndetje të përzemërt për të gjitha ju këtu, zonja dhe zonjushet nderuara. Një përshëndetje të veçantë kam për Albanën, për organizimin e kësaj konference dhe punën e saj të palodhur që bën. Një mirënjohje të veçantë kam për Fondacionin Jarmalson, presidenten e tij Eva Gustafsson, mikeshe çmuar e Partisë Demokratike. Mirënjohje të veçantë kam për të nderuarën zonja Margaret Cederfield, për zonjën Wickland, për zonjën Liborg, të pranishme në këtë konferencë të shumë të rëndësishme dhe për mbështetjen shumë të rëndësishme që i japin lidhjes demokratike të gruas, Partisë Demokratike, përpjekjeve tona në kushtet shumë të vështira që veprojmë sot. Është shumë themelor tema e konferencës dhe trajtimi i rolit të gruas në shoqërinë shqiptare. Në shoqërinë tonë, por dhe në çdo shoqëri sot, edhe në ato më të avancuarat, operon prej shekujsh dhe mijëlleqarësh me pamëshirë muri i patriarkisë. Dhe ne nuk do të harrojmë kurrë se çështja e rolit të gruas, çështja e barazisë gjinore, është parazgjithash një çështje themelore e të drejtave të njeriut. Kjo pabarazie kristalizuar në shekuj dhe që ka forma nga më të shëmtuara të shfaqjes saj, faktikisht është armiku kryesor sot i të drejtave të njeriut, i vajzave dhe grave në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Në gjendja sot e grave dhe vajzave në Shqipëri është dramatike, siç është dramatike gjendja e shoqërisë shqiptare, por ato që kanë, që paguajnë çmimin më të shtrenjtë në këtë mes, janë gratë dhe vajzat, mbasi Shqipëria është vendi i parë dhe i vetëm në të cilin sundon një narkoregjim, një diktaturë autoritare e bazuar në drogën, e bazuar në krimin dhe lidhjet e pushtetit me krimin. Në qeverisjen tonë ne u përpoqem dhe shënuam hapa të rëndësishëm në betejën tonë kundër pabarazisë, në betejën tonë kundër murit të patriarkisë. E kam theksuar dhe theksoj, ne arritëm që nga një diferencë prej 36% në pagat që ekzistonin midis burrave dhe grave, ta ngushtojmë këtë diferencë në 17.8%. Arritëm që gratë dhe vajzat shqiptare, pra pabarazin financiare edhe ekonomike, cila është një pabarazi jashtëzakonisht e dhimbshme, ne arritëm që këtë pabarazi, pra jo vetëm ta ngushtojmë, por vajzat dhe gratë shqiptare nuk ishin më të keq paguarat në rajon, por ishin më të mirë paguarat në të gjitha vendet e rajonit. Kjo arritje u rrokullis me shpejtësi. Sot ato janë punojëset, punëtorët, ekspertët, më të keq paguara në gadishullin e Ballkanit. Por jeta e gruas, jeta mëtëria gruas shqiptare në narkodiktaturë,
apo në diktaturën autoritare të bazuar në drogën, është me shumë drama, është jashtëzakonisht e dhimbshme. Çfarë ndodh me instalimin e narkoshtetit? Droga, paraja e drogës, është një para toksike, e cila shkatron me mira vende pune, falimenton me qindra mira nërmarrje eksporti. Dhe lënë si alternativë të vetme për trit shqiptar dhe jo vetëm për trit shqiptar, largimin nga Shqipëria. Nuk gjan kum në Europë, nëna me vatra bosh sepse fëmijët janë larguar, nëna krye familjare sepse burrat janë larguar në migracion. Nuk ka një vend tjetër të dytë ku dhuna ndaj grave të ketë këtë agresivitet që ka në Shqipëri, dhe që kjo duhet ta pranojmë në qoftë se trashëgimia jonë nuk është se na bënte shumë nder raportet gjinore, por për sa i përket vrasjes, ajo ka qenë eksepsioni gjitha eksepsioneve në traditën tonë. Kurse sot ne numërojmë numrin më të lartë të vrasjeve të grave, sepse nuk ka një mbrojtje. Sot dhuna nxitet. Shqipëria duhet ta kenë të qartë se ka kryeministrin më mizogen në Europë. Kryeministri që agreson zyrtarët, ministrët, edhe para gazetarët, edhe para kamerave, nuk përmbahet. Agreson fizikisht. Dhe a mund të imagjinoni ju se si reflektohet ky qëndrim i egër i njeriu që humbet kontrollin kur ndodhet para një gazetarje që i bën një pyetje që nuk i pëlqen, apo një ministre që nuk është dakord me mendimin e tij. Një njeriu i cili po t'ja shohësh kabinetin e ka plot me gra dhe vajza, por e kam thënë dhe e them, më rikujton Ghedafin, i cili nuk mante bodyguard, por mbante bodyguarde. A i dëgjoni ndonjëherë ju, a i dëgjoni njëherë shqiptar këto zonja të nderuara, të shqiproj njëherë fjalën në parlament fjalën familje, të shqiproj njëherë në parlament fjalën grua shqiptare, vajzë shqiptare, nën shqiptare, asnjëherë. Sikur janë të gjitha robot. Nuk ekzistojnë. Shtetrohen në mënyrë të paimagjinueshme, në vend se të jenë promotore, avokatët fuqishme të mbrojtjes lirive të drejtave të grave, rolit tyre të vërtet, ato shtrohen në automate që i thurin lavde dhe hymne, kujt? Njeriut më mizogen, kryeministrit më mizogen të Europës. Është kjo e vërteta. Ministri shtetësie për rjedhoj do t'jetë një përparësi absolute për të nga vetë ndjesit e saj, ndjet e saj, shëndeti fëmijëve dhe grave. Janë qëllimet e saj e Manastriliut dhe pasardhësës janë absolutisht në konventa ndërkombëtare, qëllimet e saj ndaj grave të smura me forma maligje smundjesh
ngjiten në nivelin e krimeve kundër njerëzimit. Takspaguesit pagojnë aparaturat moderne, ato rrinë të papërdorura vitet të tëra ose të prishura vitet të tëra dhe nuk mjekohen dot. Të smurat nuk mjekohen, nuk marrin dot mjekimin e brakioterapi dhe metoda tjera mjekimi. Çfarë tregojnë kontrollet? Me mira ilaçet të berat skaduara. Një injorim i plot, një rënim i një sistemi i cili nuk është e lehtë të konsolidohet, por është plotësisht e mundshme. Dhe këtë rënon korrupsioni, sepse ministria paguante 3-4 herë më shtret të gjitha objektet, të gjitha materialet që mblinte në epideminë e Covid, në pandeminë e Covidit. Ndaj dhe ne përfunduam me vdekshmërinë në 3-4 kombet me vdekshmërinë më të lartë në Europë dhe në botë. Pra, nuk do thot fasada është një anë, po fasada është jashtëzakonisht e dëmshme. Partia Demokratike beson shumë në forcën, ekspertizën, guximin dhe rolin e grave. Edhe sot në opozit, ju keni një rol thelbësor, themelor, me qëndresën tuaj, me përkushtimin tuaj, me punën tuaj. Thash, ne jemi në kushtet e një narkoshteti. Dhe për mikeshat tona që janë këtu, sot fal lumejve të eurove që futën në Shqipëri. Euro është vlerësuar në masën 30-35%. Eksportet kanë rënje dyshifrore. Prodhimi industrial është në recesion. Prodhimi bujqësor është në recesion. Po të gjitha këto nënkuptojnë shkatrimin e mira vendeve të punës. Ka një sektor që këtu është në kulm dhe është 3 herë me i lartë se në mesatarën e Europës, është ndërtimi. Sepse baronët e drogës, kartelet e drogës të Shqipërisë dhe të tjera lajnë paratë e tyre në ndërtime në Shqipëri. Por, çfarë është sot një apartament për vajzat dhe të rritë shqiptarë? Është molla më ndaluar. Është mollë ndaluar. Mund ta blenë atë më lehtë, me punën dhe djerës në tyre kudo tjetër përveç në Shqipëri. Për shkak të çmimeve stratosferike që kanë dhe rrogave të papërfillshme që marrin. Roli i gruas është themelor në shoqëri, por është themelor dhe në familje. Shqipëria është nga të paktat vende në të cilën qeveria sjell në parlament ligjin për të krijuar fermat e grave për të lindë fëmijë të askujt. Gjithë kjo situatë është e vështirë, duhet ta pranojmë, por është gjithashtu dhe motivuese. Ne duhet luftojmë, të shumëfishojmë përpjekjet tona dhe ju të tilla jeni. Ju jeni gratë pamposhtura, vajzat pamposhtura. Dhe mbani gjallë përpjekjen e Partisë Demokratike dhe shoqërisë shqiptare për një ndryshim në këtë vend.
çdo diktaturë ka një fund. Nuk duhet të harrojmë të gjë. Dhe ky fund do t'i vi nga gratë dhe vajzat shqiptare. Edhe njerë, ju fanoj shumë për të gjithë kontributin dhe ju uroj suksese dhe të shfrytëzoj rastin dhe unë të bëj thirrje të gjitha vajzave, nënave, motrave që këtë muaj dhe në vazhdim të kenë kujdesin maksimal ndaj një patologjie, ndaj një smundje, e cila gjëja më e madhe është të parandalohet, të kapet në fazat më të para dhe të mjekohet, pra të bëhemi mjek të vetës sonë. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Para se t'ja kaloj fjalën Florianës, unë në fakt dua edhe një herë të rikujtoj që në emër të Partisë Demokratike, unë kam bërë një kallëzim prej më shumë se një viti në SPAK për krim në mas. Kam kallëzuar Edi Ramën, Ogerta Manastiriun, Ilir Beqen dhe kështu me radhë gjithëvendës ministra drejtuesit e spitalit të QSUT-s. Nëse do funksionon